Kjo video u mundësua nga alpsport.com. Raundi fundit, një betejë në vete. Shikojmë çfarë do të ndodh. Do të shtrëngojmë grushtat. Hajde Luan, nisi ti i pari, mjaft ja keni iniciativën. Shtyje, godit. Pa mund, levos fol, vazhdo. Shkoj edhe Minto. Di çfarë të bëjnë në raundin e fundit. I ka dhënë shumë iniciativë. Ke falur shumë. Nuk duhet të zemërgjërsi. Fistikri duhet goditje. Në çastet veçanta fistikria shfaqet. Por atëherë kur je superior, kur çdo gjë e ke firmosur në vrosur në raundi fundit. Gjithë të raund, po jep e faullin për njeri. Një faull që do bëndë shumë punë. Ja brapa Luan, vazhdo, nuk premton koha dhe 2 minutë. Ashtu, përshojnë të djatën. Bukur, shojnë të djatën. Të majtë të djatë. Është instikti boksierëve të mëdhej. Dysha klasike. Aty në mbërtheje. Vazhdo, bukur. Ja kjo është. Edhe i tjetër. Përsërite. Shojnë të djatën përsëri. Mos u lidh aty i kryo hapësirë për të goditur. Kryo hapësirë. E tjeta kisë shuar të djatën dhe na qetësoje zemrës. E ka dhenë, bravo. Edhe i tjetër, e ka dhenë për në fund. Finale, të lumë Luan, të lumë, bravo, të mbalon, byllë Luan. E ka nësuar, knockdown i parë. Të lumë Luan, Shqiptar ku jeni, Kreuni, Kërceni, Praoriti, për plasti duat, për të foni një i tjetrin, është që fitore e madhe, nuk ka, ka marrë fund një betejë e madhe, një së betejë që ka vetëm një emër, Luan Krasniqi, ka vetëm një kombë, Shqipëria, Arbëria, Albania, Kosova, godit e njerë për Kosovën, godit për pavarësinë e saj, edhe i tjetër, Luan, përse dhe njerë, ke dhe 30 sekonda, da e për dhe njerë zemrën malë, da ke nuk truar, da ke një trupez, rëzoje se e meriton, ka bërë shumë e primet të përregu, da ke druar shumë, që e i të djatë, atje, përsëri gjenë edhe i tjetër, nuk banë, vazhdojnë, ka marrë fund bukur, ke dhe një goditje, jepe, barojnë, ka fituar, Krasniqi, ka mbulosur triumfin e tij në raundin e 12, një raund delikat, i vështirë, na ka lënë me zemër të ngrirë, ka fituar 10-8, pra 10-9, edhe knockdowni, ky është Luan Krasniqi, i pas ka bërë llogarit me një laftë të mpret, Brian Minto nuk e priste, ky është rriti triumfatorit në çdo kant të ringut të arenës të teknikë. Na ka realizuar shpresë fitoren, janë befasuar të gjithë ata që kanë ardhur të mbrëmjen në sallën Hans Martin në Shktajer Halle në Stuttgart. Luan Krasniqi ne ke dhënë fjalën në intervistën e Supersportit që do t'ju dhurojë një fitore magjike për gjithë shqiptarët ku janë, po më tepër për pavarësinë e Kosovës është befasuar Brian Minto. Tashmë është në shqendër, është me sy hapur, ka kuptuar që gjithçka është anën e rivalit të tij. Luan Krasniqi, një strategji tejet e hekurt, mbyllur si në kasafort, por së fundi ka shprehur djerë atë dhavën ati vulkanik për të shkatruar Luan. Luani, Fans Club ka krijuar klubin e tij për të stërvitur boksierë të tjerë të ri, siç ka edhe Kushuririn, Haxhi Krasniqi, super talent është tjetër më së fundi klasë fitrekon, që ashtu si kundër ne, rritet me zemër të ngrirë, diçka ka bërë në raundin e fundit.
diçka atëherë kur e pritshim, nuk na ka zhgënjur. Tejet i duruar, ku e gjeti këtë mas durimi, të gjaktësi, të qëtësi, të qartësi. Shikoni, Pisha, Bojan Minto, është shkatëruar nga Luani, e pse jo, një Luan fisnik paksa i zbutur, Krasniqi, dikur të godas, dikur të falë. Shikoni se sa veprime i ka gjutur edhe të e djata nga poshtë. Shumë e kemi kërkuar atë të djatë, të gjithë ne, sigurisht ata që e njohin boksin edhe më shumë, por kaq ka dashur Bojan Minto të rrëzohet, sikur do i herë se ka parë në ëndër, ka shpaguar edhe atë që ka Bojan Minto i bëri në nëntorin e kaluar Axel Schuss, idhullit të Gjerman. Kështu të ndëruar të shikues të paketës së Supersport. Kërkon flamurin duket, kërkon flamurin në kuqezi. Dhe sigurisht do shpallet fitimtari. Është fitore e paralemëruar, është dhuratë e madhe që Luani na bëri në këtë vit. Sigurisht ka akoma kohë, siç ta ka premtuar në telefonatën në mbrëmjet e 31 dhjetorit, kur shkëmben vitet. Dhurata më të madhe do t'ja bëjnë në këtë vit me titull kampion të botës, gjithë shqiptarëve. Shkoni se sa i qetë. Do duk sikur do të shkatrohesh pak nga pak me godin një. Po i flet anglisht. Luani që përveç pasionit të boksit ka edhe pasionin e gjuhës gjermane, e njeh shumë një shpërthyes. Ka botuar dhe një libër. Shikoni, i math Luani, edhe në qetësinë e tij, i thjesht, i math në thjeshtësi, madhështi, në thjeshtësi. Sigurisht, ka kaluar një betejë, një sprov, pare, ajo e pritshme do t'jetë edhe me madhe. Do të emocionoj më shumë, sigurisht paketa Supersport, do t'jetë me ju të ndëruar të shikues dhe shikuese, do t'jetë në ngjarje të mëdha të sportit botëror. Shikoni, ai që drejton veprimet në ringe thotë shpejt edhe mëse ullë entuziazmin, që dorezat, sepse ja dhe Torsten Schmitz do të përthehet në trupin e fuqishëm, brezi i ardh, i lënë vakan nga Aleksandri Mtrengo, brezi WBO ndërkontinental, çka është një hap ndaj brezit të madh të WBO që mahet nga Shannon Briggs. Punktrichter Küchler, Deutschland, wertete 116 zu 111. Punktrichter Monet aus Frankreich, wertete 116 zu 111. Punktrichter Manuel Oliver Palomo aus Spanien wertete 115 zu 112. Zugunsten von und damit einstimmiger Punktsieger sowie neuer WBO. Luan Krasniqi! Im Schwergewicht aus Rottweil, Luan Krasniqi! Fitimtari kësaj mbrëmje, heroi kësaj mbrëmje dhe regjina Halmik, ja gjithë të tjerët, ja edhe neve, ku do qeni të ndëruar të shikues të paketës të prajala preziar të kontinental të prishë, këto më të madhit, duke e farëndëruar për vëmendje e treguar. Sigurisht duke na parë paksa për shpërthimet të mbreslencë emocionuese. Jemi shumë pranë në monitorit të vogla duke që kremi poshtë ringut. E ndjejmë të sport, se kemi ndjerë në feminin, në rini dhe mëtej. Luan Krasniqi të rumë, të faleminderit për diçka bëre. Shpresoj më shumë, me gërma më të mëdha, në ndeshjen e pritshme, me këto qoftë, me Dimitrenkon, me ndonjë tjetër. Dhe kjo është mbrëmja e paruar për ne të ndëruar të shikues dhe të rishikuese. Sigurisht, mos nguroni të bëni miq dhe mikesha të paketës Supersport, sepse ja është problem me gjithçka të bukur, të madhërishme që ka sporti, madje sportet burrërore, si futbolli, boksi. Luan Krasniqi, shkoni sa bukur largohet, atë që nuk ka bërë në raundet e mëparshme, e ka lënë për në fund të bëj atë që ka tjetë dhe me shpresonim. Ka qenë në mendjet tona, në shpirtin tonë, në zemrat tona. Krasniqi, me i vogël i familjes Krasniqi dhe i unik, tash me i shtruar në një pinjoll, në një emblem, në një hero, në një triumf. E që mund të mretoj më shumë një shqiptar
Se sa duan Krasniqi